Unë jam Daniela Malaj, drejtuese e Happy, platforma e besnikërisë që lidh klientët me shumë brende dhe dyqane në Shqipëri. Sot, në ditën botërore të sindromës Down, prezantojmë një iniciativë të re me shumë impakt. Përmes platformës Happy, pikët që klientët mbledhin nga blerjet tek partnerët tanë mund të kthehen në një kontribut real për Down Syndrome Albania. Ideja është shumë e thjeshtë. Në vend që njerëzit të dhurojnë para drejt për së drejti, ata mund të përdorin pikët e tyre që t'i shndrojnë në një mbështetje për këtë kauz. Unë jam Flavia Shehu dhe përfaqësoj Fondacionin Down Syndrome Albania. Prej 13 vitesh, misioni ynë është të mbështesim individët me sindromun Down dhe spektrin e autizmit me shërbimet e nevojshme terapeutike për zhvillimin e potencialit të tyre maksimal. Për komunitetin tonë, iniciativat të tilla kanë shumë rëndësi. Ato na ndihmojnë të vazhdojmë programe që mbështesin ndërhyrje terapeutike, pavarësinë dhe përfshirjen sociale të individëve me aftësi të kufizuar. Qëllimi ynë ishte që ta bënim procesin e durimit sa më të thjeshtë dhe sa më të aksesueshëm për të gjithë. Është një mënyrë shumë e lehtë për të kontribuar, sepse lidh mbledhjet e përditshme me një ndikim real në komunitet. Ky partneritet është bërë i mundur fal mbështetjes së Mane Foundation, që së bashku me Down Syndrome Albania dhe me përkushtimin e ekipit tonë të zhvillimit, kemi ndërtuar një platformë për ta bërë dhurimin pjesë të jetës së përditshme. Çdo pikë që kthehet në kontribut është një hap i vogël, por shumë i rëndësishëm drejt një shoqërie më gjithëpërfshirëse. Dhe përmes kësaj platforme, secili prej nesh mund bëhet pjesë e këtij ndryshimi.